Në botën e showbizit shqiptar, disa çifte të njohura kanë zgjedhur të mos ndjekin rregullat tradicionale të moshës. Në këto marrëdhënie, gratë janë më të mëdha se partnerët e tyre dhe e kanë treguar se harmonia, dashuria dhe respekti janë shumë më të rëndësishme se diferenca në vite. Ermal Mamaqi dhe Amarda Toska. Amarda është disa vite më e madhe se Ermal Mamaqi, por kjo s'ka penguar as pak lidhjen e tyre të gjatë dhe të qëndrueshme që tashmë është kthyer në një nga çiftet më të dashura për publikun. Aurela Gaçet e Skerdi. Aurela, diva e muzikës shqiptare, është më e madhe në moshë se bashkëshorti i saj, me të cilin kanë ndarë jetën për më shumë se një dekadë. Ata janë prindër të dy vajzave dhe mbeten shumë të përkushtuar ndaj njëri tjetrit. Arbana Osmani dhe Eduard Grishaj. Moderatorja shumë e dashur për publikun, Arbana Osmani është më e madhe se regjizori Eduard Grishaj. Çifti ndajnë një lidhje të fortë dhe një djalë të vogël, ndërsa bashkëpunojnë dhe profesionalisht në shumë projekte të suksesshme. Venera Lomani dhe Lindi Islami. Venera dhe Lindi janë një çift artistë që janë shumë të pëlqyer nga publiku. Dhe pse Venera është më e madhe në moshë, ata shfaqin gjithmonë një harmoni të rrallë në skenë dhe në jetën private. Çilira Xhilaga dhe Alban Hoxha. Këngëtarja e njohur është më e madhe se partneri i saj, portieri Alban Hoxha. Çifti ka një lidhje të konsoliduar dhe shpesh ndajnë momente të veçanta në rrjetet sociale. Silva Gumbardi dhe Dafi. Silva dhe bashkëshorti i saj Dafi ndajnë jo vetëm një jetë private, por edhe karrierë artistike së bashku, dhe pse ajo është më e madhe në moshë, ata janë ndër çiftet më energjik dhe pozitiv në estradën shqiptare. Rovena Dilo dhe Elton Meria. Këngëtarja me zë të veçantë Rovena Dilo është disa vite më e madhe se partneri i saj Elton Meria. Ata kanë një marrëdhënie të qëndrueshme dhe shpesh ndajnë reflektime pozitive për dashurinë dhe jetën. Gerta Heta dhe Matko Diarmati. Moderatora Gerta Heta është më e madhe se bashkëshorti i saj, Marko Diamati, një ish futbollist në Kroacia. Ata janë prindër dhe kanë një jetë familjare të qetë të lumtur. Teuta Krasniqi dhe Adonis Morina. Aktoria e njohur, Teuta Krasniqi është më e madhe në moshë se bashkëshorti i saj, Adonis Morina. Martesa e tyre është plot dashuri dhe mirëkuptim dhe shpesh ata ndajnë mesazhe frymëzuese për publikun. Bora Zemani dhe Donald Veshaj. Edhe pse Bora Zemani është më e madhe në moshë se Donald Veshaj, kjo s'ka qenë pengesë për lidhjen e tyre, e cila ka kaluar sfida, ngjarje dhe ribashkime, por gjithmonë ka mbetur në qendër të vëmendjes si një nga çiftet më të komentuara dhe të dashura të showbizit shqiptar.